Dje pati akuza e kundër akuza ndërmjet kryetarit aktual të LDK-s, Lumir Abdigjikut, dhe paraorësit të tij në këtë parti, Isa Mustafa. Ky i fundit kujtoi edhe kohën kur pasorësin e tij në krye të LDK-s e kishte student. Ndërkohë, Kosova Press ka siguruar edhe fotografinë ku shihet Mustafa si profesor dhe studentët përreth. Por ai që shihet më afër dhe krah për profesorit ishte Abdigjiku i buzëqeshur. Të shtunën, Isa Mustafa në një intervistë për Kosova Press vlerësoi se angazhimi i Lumir Abdigjikut në krye të LDK-s nuk është shoqëruar me rezultatet e pritura. Ai thotë se Abdigjikun e njeh që nga koha kur ka qenë student i tij dhe e konsideron punëtor të zellshëm, duke theksuar se nuk është se s'ka punuar, përfshirë në terren. Por, sipas Mustafës, pyetja kryesore është: sa po reflektohet kjo punë në rezultatet e LDK-s? Unë Abdigjikun e njoh mirë sepse e njoh prej kur ka qenë student. Abdigjiku është punëtor i mirë. Është punëtor i zellshëm, ka qenë student i zellshëm. Më kanë thonë që edhe në LDK në terren ka punuar. Nuk është që s'ka punuar. Mirë, po problemi është se sa puna jote bën punë. Sa aktiviteti yt shprehet pastaj në rezultatet të partisë. Atë çështje është dashur vetë ta vlerësoj Abdigjiku dhe ta vlerësoj në organet e LDK-s. Për mua është në çdo nivel që unë them tash se është dashur të shkoj sepse në asnjë rast nëse kthehet që aty ku ka qenë, që aty ku ka marrë, do të thotë duhet më ulë dhe me analizu pse. Do të me analizu ai vetë me pasë çka mund bën ai. I menjëhershëm ishte Lumir Abdigjiku, duke reaguar ndaj Isa Mustafës. Ai theksoi se rrugët e kthimit pas nuk u përkasin më, dhe se të gjithë një ditë do të tërhiqen nga funksionet, por kur nuk duhet të pensionohemi nga dinjiteti dhe nga njerëzoria. Sipas tij, këto vlera duhet të ruhen gjithmonë, sepse përfundimi i një roli nuk është fundi i botës, por vetëm pranimi se koha ka ecur përpara. Të shtunën e 31 janarit, Kuvendi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka votuar kundër ndërheqjes së kryetarit Lumir Abdigjiku. LDK me këtë proces ka vendosur që Abdigjiku të vazhdojë si kryetari i këtij subjekti politik. Por kundër faktit që ai mori vetëm 164 vota të delegatëve që ishin kundër ndërheqjes së tij dhe 136 për shkuarjen e Abdigjikut. Kështu, Abdigjiku shpëtoi për vetëm 28 vota.